Një grua, 38 vjeçare, është gjetur pa shenja jete të dielën në mëngjes në oborrin e shtëpisë së saj, në distriktin e Badenit në Austri. Shqiptarja, me prejardhje nga Gjakova, dyshohet se është vrarë me armë zjarri nga Ishburri, po ashtu me prejardhje nga Kosova, por kishte edhe plagë të shkaktuara me thik. Trupi i viktimës është dërguar për autopsi. I dyshuari tashmë ndodhet në paraburgim pasi vetë e kishte njoftuar policin pas dite. Autoritetet kanë gjetur edhe një armë zjarri. Prokuroria ka treguar se po i heton ende rrethonat e rastit tragjik, ndërsa motivet mund të lidhen me mosmarrëveshjet që çifti ka pasur në të kaluarën. Ata jetonin ndaras, ndërsa kishin 4 fëmijë të mitur. Ky rast i ndodhur në ditën e Pashkëve ka nxitur reagime të shumta në Austri deri në instancat qeveritare. Ministria e Grave dhe ajo e Drejtësisë ka thënë se çdo grua duhet të ketë drejtën për një jetë e lirë nga dhuna dhe se do të punojnë me të gjitha forcat për të arritur këtë. Ato u bën thirrje grave të raportojnë rastet e dhunës në institucionet përkatëse. Pas kësaj, mediat austriake shpalosën edhe të dhëna të tjera shqetësuese. Në këtë shtet, sipas tyre, rastet e dhunës shtohen gjatë festave, ndërsa thonë se 1 në 5 gra në Austri është viktimë e dhunës.